Rezortet luksoze janë ato që sjellin të ardhurat më të larta në ekonomi nga turizmi. Dhe këto janë shifra, dhe për këto nuk ka nevojë të ndigjoni mua. Madje tani që të rinjt kanë edhe ChatGPT-n apo të tjera platforma të inteligjencës artificiale, mund t'i pyesin dhe t'i thonë, unë jam një shqiptar që nuk kam të ardhura nga familja ime dhe familja ime nuk i ka të ardhura për shkuar në një resort luksos, pse duhet unë ta pranoj ndërtimin e resortit luksos? Dhe do marri përgjigjen që resorti luksos prodhon të ardhura edhe për të, sepse është diçka e studiuar dhe e bazuar në fakte, e nënvizuar nga organizatat më serioze ndërkombëtare, që €1 që hyn në një resort luksos shoqërohet me 1.6 deri në €2 që hyn në ekonominë lokale të atij vendi. Se resorti luksos nuk ndërtohet në hënë, ndërtohet në një realitet rreth cilit ka njerëz. Dhe është një realitet ku vinë njerëz, të cilët konsumojnë produktet rreth rrotull, të cilët shfrytëzojnë shërbimet rreth rrotull. Dhe të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit, sepse rritja e të gjithë zinxhirit ekonomik sjell dhe rritjen e të ardhurave për shtetin. Dhe nga ato të ardhura, shteti paguan pagat e pensione dhe nuk ka nevojë për të qenë shkencëtar, as për të studiuar inxhinieri mjedisore apo për të studiuar makroekonomi, mjafton të shikojnë Malin e Zi. Dhe pyetja shumë e Mali i Zi nuk prodhon raketa, Mali i Zi nuk prodhon makina, Mali i Zi nuk ka ndonjë sektor aq të suksesshëm të teknologjisë digjitale si vende tjera. Çfarë prodhon Mali i Zi? Cili është motori më i madh ekonomik i Malit të Zi? Turizmi. Atëherë, si shpjegohet që në Mali të Zi prej kohësh pagat janë më të lartat në rajon me diferencë të madhe? Ne kemi filluar tani që t'i afrohemi Malit të Zi, se kemi qenë mysybet në raport me Malin e Zi. Si shpjegohet që pensionet Malit të Zi janë në një nivel tjetër? Përgjigja shumë e thjeshtë. Resortet luksoze. Kaq e thjeshtë është. Kështu që nuk kam asnjë dilemë unë për këtë dhe nuk kam asnjë arsye që të mendoj se me vetdijen time Shqipërisë i duhet hequr qafe ky projekt.